kema të din të danë. Çështja bëjsh të kthehet, çka të mbellsh kur. Andaj këtu është e keqe e gjitha të këqijave që sot na jetojna. Me na thonë në Facebook qitni qatë bëni, vallahi nuk i bojna. Ato më nuhu me zjedh fjallët e Ibn Qayyimit, e më duk si Ibn Qayyimi, si Imam Ahmedi, si Imam Maliku, e kështë më radhë më mbulu me petkun e fjallëve të tyre, ndërsa kur jena vetë, Allahu na rujtë. Andaj vllaznit kena kujdes. Çështja e parë thot pejgamberi që njerëz kur dalin për Allahut, i thirr Zoti, thotë o filan, hajde dili për Allahut. Alan, para mënoj jetu prit në kallabllak të madh, edhe një në zona, o filan, hajde dili Allahut, dhe thirrët emri jot, hajde dili Allahut. E para gjë që Allahu azza wa jalla thot abdi lima kunta ahwanu nadhirin ilek. Pse ju më konë në shikimin tënë ma pa vlerë, mas i pa vlerë, pse më ke shpallë mua ashtu, pse më ke trajtu pa vlerë. E para gjë, atë kujtuat filan dite, filan ora. Ta shka mi thonë, nëse ki përgjigje, palë, për vallahi nuk i me dalë para ne krijese dëpt. Po kime dalë para ati që është i mundshëm për çdo gjë. Është i pari pa fillim e i fundit pa mbarim. Para ati që kur të flet prej zonit tina bin me lajkën të sejdë. Thojnë muadha qala rabbukum qala al-haq. Çka tha Allahu, kujdestari juve tha të vërtet. Para ati që thot kur e kum këshyr pejgamberin ose në Xhibrilin, e kum po si kurse puple e lagur, atë shumë është zvoglu, është trishtu prej frikës ndaj Allahut azza wa jalla. E nuk është kallaj. Mos të bojna kallaj me i dalë Allahut për para. Ebu Bekri e ka njoft Allahun më mirë se na. E ka ditë se Allahu është Rahman e Rahim e fale, po ashtu e ka ditë se është i përgëzuar me xhenet, edhe se e thirr Allahu prej të dyrëve të xhenetit, këtë këtu i ka ditë. Por veç dalja para Allahut, ka thonë lejteni kuntu shajara yakulunani bihim. Mirë për mu t'isha konë pëmë me më hongër kafsht, e mos mi dalë Allahut për para. Nuk është kallaj vllazni. Nashta Allahut falë, nashta Allahut fund në xhenet, po është turp për gjendjen kaotike që e kena kërshi Allahut azza wa jalla. Sidomos në kohën që jetojna, e që na u ka mundësu qasjen vetmin harame, ashtë letë sa Allahu na rujtë. Andaj të kena kujdes.